Po asë një gurin këtë shtetin e Kosovës, që është një temel shumë i fuqishëm që është marrë shteti i Kosovës, që flan mbi themelin e vetë, nuk është ndërtuar pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë i them prej ditës parë, kur ne kemi filluar përgatitje për transformimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës në trupa mbrojtëse të Kosovës. E kemi bën në bashkëpunim me amerikanët. Dhe ata na kanë këshilluar, na kanë sugjeruar dhe kemi shkuar sipas rekomandimeve. Bizanci ka dalë gjithë herë mirë për Shtetin e Kosovës. Ka shkuar nëpërmes foza dhe kemi ardhur deri te formimi i ushtrisë së Kosovës. Edhe gjithë herë ka qenë me këshillat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Dhe asnjëherë neve nuk na ka ra keq që i kemi ndëgjuar këshillat e tyre. Sepse këshillat e tyre kanë qenë që ne të ecëm dal nga dal në mënyrë të fuqishme, në mënyrë të mirë, profesionale, dhe deri këtu ku jemi. Por edhe në aspektin politik gjithashtu. General, deklarata e zotit Kurdi duhet të ndalem tek konteksti i sigurisë. Ju referua një çështje ku SBA ka një betejë të gjatë me rusët në mënyrë që gjithë rajonin të mos e lënë tërças në ndikimin e hershëm sovjetik, që mund të shoqërohet me trazira, me destabilitet, me luftën hibride që bëjnë rusë për të trazuar qeveritë e rajonit, për shkaktuar jo stabilitet. Dhe këtu zoti Kurti tha se nuk mund bëj tolerancë ndaj Serbisë, ose ndaj shqiptave, pse ato kanë qëllim që ta heqin Serbinë nga orbita e ndikimit rus në këtë arkitekturën komplekse sigurisë. Ishte një deklaratë që u cilësua mjaft e pamatur duke parë Amerikën në anën tjetër, Amerikën që punon kundër Kosovës, realisht një kurs politik me elemente inkriminuese kundër shqiptarëve. Rusia nëpërmes Serbisë është duke bërë në vazhdimsi një luftë hibride të jashtëzakonshme për destabilizimin e Kosovës në anë parë, sepse ne na intereson më shumë ti, por jo shumë më pak na intereson edhe rajoni, sepse ne jetojmë këtë rajon edhe po të ketë një rajon me paqë, me stabilitet është interes strategjik i të gjithë. Absolutisht, po të ketë trazira në rajon, po mos të ketë stabilitet në Maqedoninë e Veriut apo në Shqipëri, apo në Malzi, apo në shtete tjera, normal që për neve nuk do të jetë shumë një ambient i rehatshëm, edhe veç për neve këto, sepse do të ketë ndikim direkt apo indirekt edhe në stabilitetin e Kosovës. Dhe qysh ka vite, duket vitin 2012, është ndërtuar qendra, siç e quhen Ros, për emergjenca në Nish. Në vërtet ajo është një qendër për zbulim dhe kundër zbulim, ku inteligjenca ruse nëpërmes kësaj qendre munduhet në rajon me bokit luftën e vetë dhe prezencën e vetë këto. Këtu, të them drejtën, ka shumë drejtime që Rusia është duke punuar bashkë me Serbinë. Është drejtimi i islamit politik, që është, unë e konsideroj mjaft rrezikshëm. Kërcen për sigurinë? Kërcen për sigurinë tonë, të brendshme, sigurinë nacionale. Absolutisht. Pastaj futja një klime, jo keni pa që ndoshta shumë pak njerëz e përmendin nëpërmjet të informimit, një klime të tritë që këtu nuk jetohet, këtu është një jetë e papërballueshme, shteti pajetueshëm, duhet të ikun jashtë, për shifnin kohën e fundit se sa 3 migrimi po. Dhe 3 janë duke ikur jashtë, dhe ne një ditë mos habitet që të metemi shteti, dia kemi qenë shteti me mesatarën më të rritë në Evropë, e të bëhemi të vim në mesatarën, po sikur që është shtete tjera. Islami politik, migrimi, edhe grindja me partnerët, apo? Edhe kthimi në një klim anti-amerikane, në një klim anti-perëndimore. Ta përmbledh me gjithë. Migrimi, islami politik dhe grindja e kosovarëve, shqiptarëve me perëndimin. Mendon që janë plane
edhe të Akademisë Shkencave të Serbisë ishin. Pa, jo, keni dëgjue, si që ata e quajnë baba i kombit, Dobrica Ćosići, a i ka thonë që ne Kosovën e kemi humbe luftë. Mund të kthejmë nëse ne i arrim këto qëllime. Edhe qëllimet që i përmenda unë këto 3 qëllime janë duke u ngritur. S'po them që i kemi arrit 100% ka arrit Serbia, por janë rrugë mirë për të arritur. Sepse vetë kryeministri i Republikës Kosovës del me një deklarat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është shumë shqetësuese, atëherë qytetarët çka mendojnë? Atëherë është shumë e dhëmshme kjo. Edhe tek mbështetësit e zotit Kurti, General Kastrati vrejet në gjitha platformat që ka shqetësim për kursin që po ndjek lideri vetëvendosjes kryeministrit detyrë në raport me SBA-t. Nuk është gjua parë tani, kishte edhe gjuhë më herët, edhe sa ishte në mandatin e parë, kur replikonte me ish presidentin tha që duke i thënë se nuk mund të shkoj me të në shtëpinë e bardhë, sepse atje po përgatiten thika mbi hartën e Kosovës e kështu me radhë. Edhe përsa kohë që ishte në opozitë, kishte një qëndrim antagonist me Shtetet Bashkuara të Amerikës e tjera tjera. Nuk e thot për herë parë këtë. Po, unë vetëm duhet të pyes qytetarët edhe një mënyrë edhe t'ia dho përgjigjen që 5 vite sa kryeministrat shteteve perëndimore kanë vizituar Kosovën. Asnjë. Ose ata që ishin përse kanë vizituar. Po, sa president shteteve ndryshme kanë vizituar Kosovën. Asnjë. Sa herë qofshin ministrat, qoftë kryeministri, qoftë edhe presidentja, kanë shkel në shtëpinë e bardhë. Zyrtarisht e folën. Jo, nuk kanë shkel. Asnjëherë. Dhe kjo e tregon qartë që ne nuk jemi në rrugë të mirë. Kjo është një mesazh shumë i qartë që ne duhet ta ndryshojmë qasjen ndaj miqve tanë. Dhe për këtë arsye, une sinqerisht po them, për personalisht për mua është një shqetësim i jashtëzakonshëm. Se ne po mbesemi vetëm. Para një kohe jo shumë të largët, si ka më duke 2-3 javë, ushtruesja e detyrës ambasadores ambasadës, po tha që ne nuk kemi probleme me popullin e Kosovës, po ne kemi probleme me qeverinë e Kosovës. Po, generale përmendën direkt një. Absolutisht. Për herë parë direkt tha që ju nuk jeni me neve, edhe pse e thash më herët që edhe pse thonë që ne jemi në vijë, ne jemi në koordinim, kjo po duket që është jo u demantu nga si departamenti. Edhe kjo deklarata e Departamentit Amerikan të Shtetit dje, edhe kjo e tregon që është gënjeshtër. Pe thonë qartë, Gjenal, kemi problem me ju, me kursin tuaj, zoti Kurti, jo me popullin e Kosovës. Absolutisht.